Shkruar nga Igli Çelmeta. Rayan Aluan dhe familja e saj palestineze e përbër nga 4 antar, babai Fadi Aluan, nëna Rania Matar dhe vllai, jetonin në Liban në kushte shumë të vështira ekonomike. Në vitin 2018, në moshën 16 vjeçare, Rayan u martua nga familja me një burr që ja kishte gjetur nëna e saj dhe kishte detyruar të martohej edhe pse Rayan nuk ishte dakord. Në moshën 17 vjeçare, ajo u bë nën për herë të parë, ku lindi një djalë. Rayan kishte një bashkëshort agresiv dhe të dhunshëm, i cili e dhunonte dhe abuzonte me të sistematikisht. Rayan kishte tentuar të ndahej, por nëna dhe babai nuk e lejonin. Mes dhunës dhe terrorit në moshën 21 vjeçare, Rayan bëhet sërish nën dhe lind fëmijën e dytë, e cila ishte vajzë. Dhuna dhe abuzimi nga bashkëshorti vijonte sërish, por traumën më të madhe ajo e pësoi kur zbuloi se nëna e saj kishte një lidhje intime me bashkëshortin e saj dhunues. Ktu nisën sërish konfliktet mes saj dhe nënës, e cila e mbante nën presion që të mos tregonte të vërtetën, por Rayan vendosi të divorcohej. Kohët e fundit, Rayan po kërcënonte nënën e saj se do të shkonte në polici nëse nuk do t'i jepte pasaportën dhe do t'i tregonte teatrit gjithçka ajo kishte bërë. Miqtë e Rayan thonë se babaja e saj kishte frikë nga nëna e saj Rania Matar dhe ajo kishte kontroll mbi të. Nëna nuk ja jepte pasaportën sepse Rayan mund të largohej. E mbajti peng vajzën e saj derisa thuri edhe planin për eliminimin e saj. Shoqëria e Rayan në Gjermani thonë se ajo u vra me kërkesë të nënës së saj për t'i mbyllur gojën për veprimet imorale të saj. Historinë e plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.